I shihni këto rakete iraniane që po bien mbi Tel Aviv, ato janë të rreme. Kjo video është një fabrikim me shumë mundësi krijuar me AI. Mjetet e inteligjencës artificiale janë më të mira se kurrë. Ato janë gjerësisht të disponueshme, shpesh falas. Ekziston kjo video e rreme që supozohet se tregon një grup trupash të Shteteve të Bashkuara të kapura në Irak, dhe kjo video e rreme që supozohet se tregon një objekt ushtarak iranian duke u hedhur në erë, dhe kjo video e rreme që supozohet se tregon njerëz duke ikur nga një sulm iranian në një aeroport izraelit. Por falsifikimet të tjera të luftës të Iranit nuk janë aq të lehta për t'u dalluar dhe ka dhjetra prej tyre që qarkullojnë. Mashtrimi nuk është i gjithë vetëm me inteligjencë artificiale, ka pamje të incidenteve nga vende të tjera që paraqiten sikur janë nga Irani ose Izraeli, pamje të incidenteve të vjetra që shpërndahen si të reja, madje edhe klipe nga videolojra lufte që paraqiten si klipe reale. Pra çfarë mund të bëjnë njerëzit në këtë skenar? Këshilla ime kryesore është thjesht të merrni një sekond shtesë për të menduar ose për të lexuar përpara se të shpërndani një nga këto video lufte. Pyeteni veten, a duket diçka e çuditshme në të? Audio dhe video jashtë sinkronizimit, objekte me forma të çuditshme, materiale që nuk përputhen me ato që dim për luftën. Pyeteni veten, a e ka konfirmuar apo rrëzuar këtë klip ndonjë media besueshme ose ekspert i fushës? There are things you can do to protect yourself.